ju përmendë xhamin e Plumit edhe unë po them vetëm një detaj, që ja them shpesh edhe ambasadorëve të ndryshëm, vizitorëve të ndryshëm që vinë në zyrën e Muftiut të Shkodrës, ku është një tablo e madhe me dëshminë e 16 nëntorit të 1990-s, ku turma pafund, gati më duket sikur shoh në një film të përkthym o ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, turma që vinë nga qyteti edhe në kam, jo me makina, s'ka pas makina në 90-ën, në kam edhe në kushte gati në ekuilibrat e frikës. Edhe unë i pyes dhe i them, sistemi komunist ka pa ma shumë se 23 vite një lloj blokade edhe diktature totalitare që ka vendos ateizmin si sistem jetik në Shqipëri, ka ndalu fen, ka shkatërru të gjitha simbolikat e fesë, objektet e kultit, ka hek të gjitha simbolet e besimit, e të fetarizmit që mund të tërheqin njerëzit. Dhe thënë hoxhallarëve ju ka rru mjekrat, i ka fut në punë të rana, disa i ka burgoz, disa janë vetë izolu, janë syrgjënos në shtëpitë e tyre. Edhe megjithatë ti shikon krejt ato njerëz mas 23 viteve, turma që shkojnë tek një xhami gati për dhëese dhe elan mazdore, e braktisun. Ore, ku është komunizmi? Ku është ateizmi? Ku është krejt ajo shtypje dhe krejt ajo dhunë sistematike që kanë jetu shqiptarët? E që do të thotë se Allah Azza wa Jall e ka rujt faren e besimit nëpërmjet sinqeritetit të aty në burrave. Edhe them shpesh herë që edhe ne, shokët e mi, kam përshtypjen se jemi një hise e duas së zemrës së madhe të tyre. Ndoshta mund të jemi një dua në një natë të errët në burgjet e komunizmit, nga zemra edhe shpirti i Hafiz Sabri Koçit, ndoshta i në një prej hoxhallarëve të tjerë, që Allah subhanahu wa taala mos me humb këtë fe as në Shkodër, as në Shqipëni.